Përshëndetje, shenja e peshqve. Sot do të interpretojmë kartat për javën 19 me 25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi asin e kupave, të dashuruarit në të kundërt, 6 kupat dhe 3 shpatat. Në gjendjen personale, asi i kupave nënkupton një moment të vërtet emocional, ndoshta një bisedë shëruese, ose ndjesi intuitash të qarta që ju ndihmojnë të dilni nga izolimi. Por të dashuruarit e kthyer në të kundërt paralajmëron për konflikte reale që mund të jenë brenda vetes ose me dikë të afërt, ku vendimet tuaja nuk përputhen me dëshirat. 6 kupat rikthen nostalgjinë dhe dëmshurinë, kujtime, mesazhe të ëmbla, rikthim me dikë nga e kaluara ose lidhje të pastra, gjeste nostalgjike, të pafajshme, fëminore, që shërojnë zemrën me butësi. 3 shpatat flet për dhimbje, tradhti, plag zemre ose ndonjë debat ose lajm negativ. Shtrirja e kartave fillon me dhuratë emocionale që është asi i kupave, penguar nga mos balancim që është karta e të dashuruarve në të kundërt. Zbutet nga nostalgjia e 6 kupave dhe kulmon me plagë emocionale me kartën e 3 shpatave. Duket se 60% është zhgënjimi që mbizotron dhe 40% shërimi. Kalojmë tek familja ku kemi kalorësin e shkopinjve, 4 shpatat, 5 monedat dhe perandoresha në të kundërt. Në familje, kalorësi i shkopinjve vjen me energji aventuriere dhe motivim, duke sjellë lajme ose veprime impulsive që ndryshojnë dinamikën familjare. Duket se jeni gati për lëvizje të shpejta drejt rritjes. 4 shpatat këshillon pushim dhe rikuperim. Duhet të merrni kohë për meditimin ose izolimin e qetë për të rifituar qartësinë. 5 moneda tregon ndjesi varfërie ose izolimi ku ndiheni të lënë pas dore, por mbajtja e shpresës dhe kërkimi i mbështetjes çon drejt rimëkëmbjes. Perandoresha në të kundërt sinjalizon bllokim krijues ose mungesë feminiteti ose mungesë fertiliteti. Për disa mund të ketë debate me një grua të vrazhd. Pak a shumë narrativa familjare flet për veprime të shpejta, ndonjëherë të pamatura me kalorësin e shkopinjve. Prandaj kërkohet pushim dhe reflektim me 4 shpatat për të kapërcyer varfërinë emocionale ose monetare që është karta e 5 monedhave dhe bllokimet me perandoreshën në të kundërt. Kalojmë te dashuria ku kemi kalorësin e shpatave, 4 kupat, njeriu i varur dhe asi i shpatave. Në dashuri, kalorësi i shpatave është impulsiv dhe shquhet për debate të forta, ndonjëherë mund të jenë edhe të vrazhda ose veprime të shpejta në lidhje. Shpesh acarimi dominon me këtë lloj karte. 4 kupat paralajmëron apati ose refuzim të mundësive emocional, sikur po injoroni atë që ju ofrohet për shkak të zhgënjimeve të mëparshme. Njeriu i varur kërkon dorëzim dhe këndvështrim të ri, ku duhet të hiqni dorë nga kontrolli për të parë qartë rrugën drejt shërimit. Asi i shpatave mbyll me prerje të qartë, duke ju dhënë forcë për të thyer iluzionet dhe për të krijuar besim të ri në dashuri. Pra, ka impulsivitet me kalorësin e shpatave, ku shkaktohet apati me 4 kupat, por dorëzimi me njeriun e varur ju çon në qartësi që është karta e asit të shpatave. Unë do të thoja që ka 70% tension fillestar për sa i përket dashurisë. 30% më duket harmoni nëse dorëzoheni dhe kjo situatë duket ideale për çiftet që janë në atë modalitetin me komunikim të pezulluar.
Kalojmë tek puna ku kemi 2 shkopinjt, 9 monedha, dielli në të kundërt dhe 2 kupat. Në punë 2 shkopinjt tregon se po planifikoni opsione reale për avancim. Vlerësoni partneritete që janë afatgjatë. 9 monedhat konfirmon sukses të arritur me punë, duke ju dhënë pavarësi financiare. Dielli në të kundërt tregon për zbehje intuitive ose zbehje të gëzimit, ose pengesa të brendshme. Narrativa e zgjeruar për këtë sferë më thotë që ka plan me 2 shkopinjt, drejt bollëkut, që është 9 monedhat, por pengohet nga dyshimet që është dielli në të kundërt, por që mund të balancohet me partneritet që nënkupton karta me 2 kupat. Kalojmë tek Prism Oracle, që është karta stop, dhe sinjali është urgjent. Është sinjal urgjent i ndërprerjes, reflektimi domosdoshëm, shmangje e impulsit, pauzë për qartësi, nuk është refuzim, por fren intuitive kundër mbi nxehjes emocionale. Ky është mesazhi për ju. Paçim!